pedagogjike sa më të madhe, të krijojmë mundësirat e bashkëveprimit dhe Partia Demokratike këtë e ka nëpërmjet departamentit veçantë që tenton të thithë të rinjtë të treja shqiptare kudo që gjenden nëpër botë, nëpërmjet degëve lokale të Partisë Demokratike, por edhe nëpërmjet iniciativës individuale që e përmenda, janë të shumtë shqiptarë, demokratë, opozitarë, të cilët mundohen nëpërmjet podcasteve të tyre, nëpërmjet shkrimeve të tyre, nëpërmjet veprimtarisë tyre individuale, që ta mbajnë ngjallë të lidhje. Tani ne këtë kemi në dorë në këtë moment, besoj dhe shpresoj se po e bëjmë, duhet ta bëjmë sigurisht gjithmonë më mirë se është prirje natyrore e njeriu që të kërkojë të bëjë gjithmonë më mirë, por kërkesa për të bërë më mirë nuk duhet na pengojë që të shohim edhe ato gjëra që po i bëjmë mirë në momentet aktuale. Po, ndërkohë ju jeni në kontakt veçanërisht me brezin e dytë, moshatarët e tu, ata më të rinj se ty, Andi, sa e vështirë është për ata që të kenë një ndjeshmëri koherente dhe konstante për Shqipërinë? Po, shumë e vështirë sepse kur prindërit e tyre nuk e kanë pasur më këtë lidhje të interesuar me dheun, ata e kanë akoma më të vështirë. Për brezin e dytë, dheun është vendi i pushimeve 1 javë, 2 javë në vit, sepse gjithmonë edhe sa më shumë rriten, aq më shumë shkurtohen këto pushime, sepse nuk vinë më ke familjarët e tyre, por sigurisht siç e kërkon edhe mosha, shkojnë me miqtë e tyre në përbotë dhe me pushime më të shkurtuar. Pra interesi është i ulët ditur realitetin e problemeve. Neve në Partinë Demokratike kemi punuar shumë që të thyem këtë perceptimin ndërkombëtar që është krijuar nga Edi Rama. E dim që ndër vite ka pasur një propagandë të tmeshme, trupa diplomatike shqiptare janë bërë përfaqësues të PR-it të kryeministrit dhe jo të shtetit shqiptar. Unë mund të marr shembuj pafundës, dua t'i marr me emra sepse rëndësi ka fenomeni më shumë se sa emri, por shqiptarët si komunitete nuk janë të organizuara në gati asnjë shtet ku unë njoh njerëz, po të marrim Parisin, unë apo njerëzit që njoh unë që edhe janë nuk janë fare politikanë, qoftë nga brezi i parë, qoftë nga brezi i dytë, marrin më shumë ftesa organizime nga ambasada e Kosovës sesa nga ambasada e Shqipërisë, po kjo vlen edhe në Britaninë e Madhe, në Italinë, në Gjermani, kudo që ne kemi për shembull anëtar të departamentit Brengen dhe nga të cilët marrim informacione për funksionimin e administratës. Pra, është shumë e vështirë se ka një mungesë interesi, disa për arsye legjitime të moshës tyre, disa për arsye të organizimit të shtetit, por kjo nuk do thotë që neve nuk mund ta luftojmë këtë, edhe një herë po mundohemi, departamenti Brengen po rritet në numër, disa do thonë që sigurisht është një mikrofenomen dhe është e tillë, është vërtet një mikrofenomen, por është një simbol. Është një simbol pozitiv të gjërave që mund bëhen mirë, nga gjërat me të cilat ne mund të frymëzohemi, sepse kalojmë kaq shumë kohë, Flavio, për të folur për gjërat negative dhe kaq pak për gjërat pozitive, saqë edhe neve më pas, neve kur flas shoqëria në mënyrë të përgjithshme, pa mundsojmë që nëpërmjet tyre simboleve të zmadhohen dhe të njohin atë efektin e snowball effect, efektin e topit borës. Ndërkohë, a mendon se do të ketë një moment ku ky veçanërisht të larguarit si student dhe profesionist të rinj në dekadën e fundit do të kenë ndërmend të rikthehen ndonjëherë në Shqipëri? Nga mundësia. Kjo varet nga mundësia dhe varet nga roli që ata do kenë. Nëse neve jemi munduar dhe ta zhvillojmë, nëse ne I kërkojmë dikujt që ka ikur për 10 vitesh ose 8 vitesh ose 7 vitesh nga dheu dhe nuk ka mbajtur lidhje me atë dheu dhe I kërkojmë të kthehet, atëherë kjo bëhet kundërproduktive. Sepse personi në fjalë nuk do ketë më lidhje të mjaftueshme për të kuptuar realitetin shqiptar dhe si e tillë do kthehet në një vend që nuk e njeh dhe nuk do ketë mundësi ta ndryshojë, por mbi të gjitha nëse kthehet në mënyrë të sforcuar, krijohen ato komplekset e superioritetit, cilët ne kemi njohur në periudha të ndryshme dhe kanë shkaktuar konflikte artificiale në shoqërinë tonë, sikur ata që vinë nga jashtë janë më të mirë dhe do të lihet një vend më I mirë. Çka është tërësisht e gabuar dhe dëmtuese për ndërtimin e shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Ne mendojmë se duhet të dallojmë 3 momente të ndryshme të kthimit, që është kthimi politik, kthimi administrativ dhe kthimi ekonomik. E kemi quajtur Brengen politik, Brengen administrativ, Brengen ekonomik, sepse janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Brengeni politik është shumë I vogël në numër sepse synon thithjen e angazhimit drejt një partie politike. Në rastin tonë